Sot jemi thirrur në seancë e cila në thelb është e pakuptim sepse rezultatet e dim pothuajse gjithë. Fillimisht është e pakuptim sepse nuk ka njeri as në lëvizjen vetëvendosje as në Kosovë e fatkeqësisht as vetë kandidati zoti Konjufca që beson se mund të jetë kryeminist i vërtet e zoti Kurti zëvendës i tij. Kjo seancë është farsë. Është i njëjti mentalitet që bllokoi kuvendi me emrin Albulin Haxhiut, ndërsa Kosovës i shtoheshin problemet, thelloheshin problemet e familjeve në Kosovë, thellohej kriza e rritjes së çmimeve dhe rëndohej gjendja ekonomike në Kosovë. Rritej çmimi i energjisë elektrike, mungesë të madhe të barnave, si dhe të rinjt e familjet e Kosovës e lëshonin Kosovën. Në tërë këtë kohë bllokoi kuvendi me emrin Albulin Haxhiut. Dhe në fund, kur erdhi zgjidhja me emrin Dimal Bashës, edhe vetë deputet e lëvizjes vendosje çuditeshin çka ndodhi dhe pse hupëm kaq shumë kohë, pse kaq shumë kohë humbi Kosova. Kosova ka hyrë në një mentalitet bllokues. Dhe arkitekt i këtij mentaliteti bllokues është vetë zoti Kurti. Është dëshpëruese me pa kuvendin e Kosovës me këtë mentalitet bllokues që 10 muaj. Natyrisht, ne kemi tentu me të kalu këtë situatë, kemi pranu ftesë nga zoti Kurti dhe zoti Krasniqi si kryetari i PDK-s në atë kohë ka ardhur në takim për të luajtur rolin e tij si udhëhec i grupit ton parlamentar. Edhe kur kemi qenë konstruktiv. Kriza institucionale ka vazhdu. Sepse zotit Kurti fare si ka interesu çka janë problemet ditore të familjeve në Kosovë. Krejt që ka intereson zotit Kurti është qysh me alon fajin ish opozitës. Prandaj kjo seancë është farsë. Me një kandidat që e di vetë që nuk mund të luajë rolin e kryeministrit edhe me i pas votat për qeveri. Qysh mundet me qenë dikush kandidat për kryeministër që ja vendos dikush tjetër emrat e ministrave. E ai s'ka drejt me propozu gati asnjë emër për ministër. Ky është tregues i mjaftueshëm se çfarë kandidati për kryeministër është. Çka na tregon kjo është që zoti Konjufca është marrur në peng. Që në krye të qeverisë propozohet dikush që krejt Kosova e din që nuk është kryeministër në realitet. Kërkohet vota deputetëve me legjitimu marrjen peng të zot Konjufca. Zoti Konjufca nuk është kandidat që e ka drejtën të propozoj e as të kritikoj askënd. A mundet zoti Konjufca të distancohet dhe të kërkoj hetim të zgjeruar ndaj tenderëve një burimor në kek e abuzime milionshë? A mundet zoti Konjufca të distancohet dhe të kërkoj hetime të zgjeruara ndaj Martin Berishët dhe aferës së përfolur ku ambasadori Berishaj ka tërhequr miliona euro në bankat e Kosova nga pagesa direkte nga Serbia për rolin e tij në ndërmjetësimit të shitjes së energjisë elektrike? A mundet zoti Konjufca të distancohet dhe të kërkoj hetime të zgjeruara për ministrin Hajdari dhe abuzimet me rezervat e shtetit? A mundet zoti Konjufca të kërkoj përgjegjësi e hetime që për herë të parë në Kosovë shërbimet jetike shëndetësore janë duke u përgjysmuar dhe duke rrezikuar jetën e qytetarëve, siç është rasti me shërbimet e hemodializës që po ndodh tani? Zoti Konjufca as nuk mundet me propozu ministra për të ardhmen e as nuk mund të distancohet nga abuzimet e të kaluarës. Prandaj vota e PDK-s do të jetë kundër. Por po ashtu jemi krejt vetëdijshëm se kjo seancë nuk është për të zgjedhur kryeministi, po për tentuar të fajsohet ish opozita. Të dashur qytetarë, sot lëvizja vetëvendosje po vazhdon me tentu me zgjat krizën. Qëllimi i PDK-s është me dalë nga ky ngërç dhe nga kjo krizë që po shkakton humbje të mëdha qytetarëve të Kosovës dhe vetë Kosovës. Këta po kërkojnë, hajde zgjatim krizën deri në prill, vazhdon kriza për popull, po me rëndësi vazhdojnë privilegjet për neve si qeveri. S'ka më privilegjet qeveritare për askënd derisa ka krizë në Kosovë. Mos u mshefni më pas emrave të askujt. Zgjedhjet na qesim përballë popullit.
dhe çdo politikan i mirëfillt nuk i ik ballafaqimit me popull. Mos ikni ballafaqimit me taktizime të emrave e zgjatje të krizës. Faleminderit shumë.